Unë jam krenar me vetën për punën edhe për synimet. Faktikisht duhet me pas synime që me arrit qëllimin. Investimi është goxha i madh, shumë i madh për kapacitetin e këtyre lopëve. Po kur punon, besoj që ja vlen. Dhe po beson që ndoshta edhe je i kënaqur. Po, Po ti kështu vetë ndoshta nëse i bëni ato themi fitimet mujore, vjetore, sa mundesh me nxjerrë ti në fund si një fermer, që ndoshta për juve është edhe e kënaqshme. Shifra nuk po përmendi, po mundemi me nxjerrë një jetesë shumë të mirë. Me një fermë të kapacitetit tillë mundesh me nxjerrë një jetesë goxha të mirë, po edhe nëse nuk është e këtij kapaciteti, është jetesa goxha e mirë nëse punon në blegtori dhe bujqësi. Çka është për ty një lopë? Sa je ti e lidhur me gjitha këto krerë, edhe pse me numër të madh? Jam shumë i lidhur me lopët në fermë. Faktikisht te një gjallës që po të bën me jetu mirë, me uni komod, nuk i qysh mos me pas dashni. Një detaj tjetër shkurtimisht që cekë është që këto lopë nuk dalin për kullosje. Jo. Sistemin e kanë këtu. Shpjegona pak këtë detaj. Kjo shtall është sistem i lirë, ku lopët ushqimin e kanë në tjetër vend, ujin e kanë në tjetër vend edhe fjetin në tjetër vend. Edhe këtu janë korridorët, shëtitorët për ndryshe, që lëvizin lopët, siç po shihet këtej. Që ja u mundson një farfon me që ato qarkullojnë edhe... Shkret në fond është përveç aty në sukseseve dhe gjithçka tjetër, ti për çka je vetë krenar me veten tënde si një iri që merresh me këtë punë? Ndoshta sa do herë që ulesh dhe mendon, ndoshta e mendon se janë mirë lopët, a është gjithçka në rregull. Je ashtu që brengosësh shumë për to? Jam krenar, po normalisht. Brengosja duhet të jetë çdo herë pjesë e punës, se pa u brengos nuk besoj që e ki një synim të caktuar. Unë jam krenar me vetën për punën edhe për synimet. Faktikisht duhet me pas synime që me arrit qëllimin. E krejt në fond, Lironi dha edhe një mesazh. Nuk më ka shku ndonjëherë ndërmend me u largu prej Kosovës. Unë si që ceka kam kry studimet, jam fund studimeve, po gjithmonë më ka tërhek puna në Kosovë, në fermën temë. Edhe për atë arsye kam qëndru besnik Kosovës edhe punës ime. Këtë në fund planit e juaja si fermer për të ardhmen, ndoshta edhe për brenda këtij viti, çka keni në plan të punoni? Planet janë synimet të mëdhaja, po besojmë që do ja dalim. Po flasim për ato konkrete. Me punën për synimet robotike në shtëpi. Unë po du me të falenderoj shumë. Edhe ta cekin një pjesë se së shpejti në tregun e Prizrenit do të filloj me shitjen e produkteve të qumshtit, nën prodhimet e qumshtit, ku qytetarët e Prizrenit do ta kenë mundësinë me u ushqy shëndetshëm nga ferma jonë. Ferma e Liron Krasniqit nuk është thjesht vend pune, është një sistem i gjallë, i ndërtuar me dije, pasion dhe disiplinë.